Që prej datës 7 shtator 2024, 21 vjeçari Dritson Kurti u arrestua nga policia e Korçës pasi ishte bërë baba nga lidhja që kishte me një të mitur, që nga momenti i arrestimit komuniteti rom ka dalë disa herë për të protestuar përpara gjykatës së Korçës, duke kërkuar lirimin e 21 vjeçarit, ndërkohë në seancën e radhës për Dritson Kurtin, sipas avokatit e Nea Cenko, u pranua kërkesa për rikualifikimin e akuzës nga neni 100 fraksion 2 në nenin 100 fraksion 1 të kodit penal, duke ulur ndjeshëm parashikimin e dënimit. Gjykata gjithashtu pranoi zhvillimin e gjykimit të shkurtuar. Sot seanca në gjykatën e jurisdiksionit përgjithshëm Korçë shkoi shumë mirë, deri në këtë moment procedurial që ne jemi. U kërkua një seancë përpara rikualifikimi i akuzës nga neni 100 fraksion 2 kodit penal në atë 100 fraksion parë kodit penal. Dhe gjykata e ishte tërhequr për të marrë vendim që do e pranonte rikualifikimin e akuzës apo jo. Tashmë në seancën e sotme, në gjykimin e sotëm, në gjykimin paraprak, gjykata e pranoi dhe kërkoi që gjithashtu siç kërkoi prokuroria nga 100 fraksion 2 në atë 100 fraksion 1 të kalonte në 100 fraksion 1, normalisht duke dhënë dhe vendimin e saj. U kërkua nga ana jonë si mbrojtje pjesa e gjykimit të shkurtuar dhe gjykata e pranoi dhe gjykimin e shkurtuar, kishim një marrë dënimi deri në 25 vite. Në këtë moment procedurial kemi të bëjmë një kërkesë për dënim nga 7 vite deri në 15 vite. Në seancën e ardhshme pritet jepen konkluzionet e prokurorisë, ndërkaq edhe 14 vjeçaria bashkëjetuese e 21 vjeçarit, qysh në fillim ka kërkuar lirimin e bashkëshortit, edhe për faktin e kushteve të vështira që jeton. Në çdo seancë të zhvilluar para gjykatës së Korçës kanë qenë të pranishëm antar të komunitetit rom, të cilët kanë kërkuar lirimin e të riut, pasi sipas tyre martesa në moshë të mitur është traditë e këtij komuniteti.